Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi sot në seancën e parlamentit se mazhoranca do të propozojë nisjen e reformës zgjedhore, duke cilësuar si një proces që duhet të fillojë menjëherë. Balla u përgjigj gjithashtu akuzave të opozitës lidhur me ndryshimet në komisionet parlamentare, si dhe pakënaqësitë për heqjen e komisionit të integrimit. Ai theksoi se ky komision nuk është shkrirë, por është bashkuar me punët e jashtme për të reflektuar më mirë kapitujt e marrëveshjes së antarësimit në Bashkimin Evropian. Të reflektoj pikës pari kapitujt dhe grup kapitujt e marrëveshjes së antarësimit në Bashkimin Evropian, me një fokus veçantë në disa fusha ku mendoj që dhe opozita pa dyshim ka rolin e vet të pazëvendësueshëm. Dëgjova që thatë që i kemi marrë opozitës komision, nuk i kemi marrë asnjë komision, përkundër se i kemi shtuar më shumë fusha përgjegjësie se sa kishit. Dhe i kemi besuar opozitës fusha jetike. Unë mendoj që është jetike për opozitën që të vinë kuvend dhe të drejtojë komisionin që lidhet me arsimin. Është jetike për opozitën që të vinë komision të drejtojë komisionin për shëndetësinë. Është jetike për opozitën që të vinë komision dhe drejtojë komisionin ndër më të rëndësishmit në çdo parlament, përfshirë këtu Kongresin Amerikan, atë të drejtave të njerëzit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e pjesëmarrjes së opozitës në punën e kuvendit, duke rikujtuar se ata drejtojnë disa komisione kyçe, përfshirë arsimin, shëndetësinë dhe të drejtën e njerëzit.